Ka disa njerëz që qëndrojnë me ju, për ju dhe pranë jush sado e vështirë të jetë situata. Të jesh me këta miq është një bekim, një uni me shenjat e zodiakut që ka një përkushtim të pavdekshëm ndaj të tjerëve. Gaforia. Gaforia është me besnike nga të gjitha shenjat e zodiakut. Këta individ janë emocionale, dukues dhe të ndjeshëm. Sado të jenë pjesë e jetës tuaj do të mbeten të lidhur me ju për gjithmonë. Jo vetëm kaq, gaforët e përkushtuara thellësisht do të përpiqen gjithmonë t'ju mbrojnë. Ato do të bëjnë gjithçka për të qëndruar përpara çdo pengese që del në rrugën e njerëzve të tyre të dashur. Demi. Këta individ kokfort kanë një zemër të butë, që rrallë shihet në shumë individ. Kur një dem ju ka pranuar në jetën e tij, do të sigurohet që t'ju të qëndrojë pranë në çdo situatë sado e vështirë të jetë për ta. Të njohur për besnikërinë e tyre, të lindurit e demit janë ata që mund t'ju besojnë plotësisht. Vetëm mos harroni se lidhja juaj me personat dem mund të posojë një pengesë të madhe nëse zbulohet dhe pandeshmëria më e vogël. Mos e thyeni besimin në një demi me gënjeshtra. Virgjëresha. Këta shpirtra romantik janë miq të shkëlqyer. Ata dinë të mbajnë përgjegjësitë, qoftë një marrëdhënie personale apo një shoqëri profesionale, virgjëreshat kanë nivele të ndryshme angazhimi. Ata dinë të qëndrojnë me familjen e tyre dhe gjithashtu dinë të jenë pjesë e ekipit të zyrës. Punëtorë të zellshëm që nga lindja virgjëreshat nuk kanë frikë të marrin përgjegjësi të reja. Përveç këtyre cilësive të lindërin e shenjë virgjëreshës, janë jashtëzakonisht të durueshëm dhe janë të sjellshëm dhe shumë të dashur. Binjakët, këta njerëz inteligjentë, dashamirës dhe me humor janë dhurat nga Perëndia gjatë gjithë kohëve kur jeni të pikëlluar. Të kesh një mik binjak pranë mund të gëzoj çdo ditë të mërzitshme. Pasi të angazhohet një person binjak do të shfaqë dashurinë në mënyrën më magjepsëse. Ata janë shumë të adaptueshëm dhe fleksibël nga natyra. Duke u magjepsëm me fjalë, ata mund të nxjerrin nga situata e keqe me aftësitë e tyre të shkëlqyera komunikuese. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.